Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić mbërriti në Tiranë ashtu siç pritej. Gjithë itinerari i planifikuar është shoqëruar me masa shumë të larta sigurie. Pas zbritjes në aeroportin e Rinasit, Vučić u shoqërua me një eskortë të zgjeruar në autostradë, nuk u lejua kalimi i automjeteve ndërsa bizneset anës rrugës u mbyllën përkohësisht. Eskorta e kryeministrit serb shoqërohej nga 3 automjete të sigurisë së presidencës, 6 makina të forcave të ndërhyrjes së shpejtë dhe RNA-s, ndërkohë që gjatë gjithë rrugës ndiqej nga ajri nga një helikopter ushtarak. Për sigurinë e kryeministrit serb, policia bllokoi përkohësisht dhe disa akse rrugore, ndërkohë që nuk u lejua parkimin në itinerarin e ndjekur nga delegacioni i Serbisë. Në total janë angazhuar mbi 1300 forca policie e gardisë ku në garantimin e sigurisë janë përfshirë dhe shërbimet inteligjente, drejtoria antiterrorit në policinë e shtetit, por dhe stafi i sigurisë së kreut të qeverisë serbe, i cili mbërriti më herët në kryeqytetin shqiptar.